Unë dhe vetë vizita e sekretarit përgjithshëm të NATO, zoti Rutte, vjen në një situatë të ndërlikuar, apo një gjendje tensionuar të sigurisë në rajon. Pra, ekstremisti do t'ik edhe pritur nga ai, me rastin e vendimit të shkallës parë, kur ju shqiptu, paprita i shkallën e dytë, me njëherë e kuvendin e Republika Srpske dhe miratoj një mori i ligje për cilat jo i thatë shfuqizimin e gjitha institucioneve relevante edhe prokurisë, gjyqësisë, po edhe tetursisë në nivel federal me qëllim që aktivisht njohur mundësinë e shkputjes nga Federata e Bosnjë Hercegovinës. Zëre, pra situatën në Bosnjë e kom pa tensionuar sidomos kur filloi pra ajo bota sërbe të shpërfaqet gjithandej, edhe kur u bë ajo kuvendi i gjithëmbashëm mes Republikës Srpskës edhe pra Republikës Serbisë, një kuvend i përbashkët me qëllim që ta jetësoj botën sërbe, ideatori i cili është Aleksandar Vulin, edhe çdo është pritur një momentum, sikur ky që tash provokimet e vazhdueshme të tij ndaj federatës dhe në ignorancë, fyrje ndaj etniteteve të tjera, sidomos bosnjakëve, edhe kjo ka sjellë situatën shumë të tensionuar në konstelacion me situatën gjithëmbashme, sidomos tash kur filloi çështja rreth bisedimeve për paqen e mundshme në Ukrainë, pra mes Rusisë edhe Ukrainës, edhe që atje ndodhi ajo më e keqja kohës fundit, kur pra në mungesë të dhënies informacionit të duhur për forcat mbrojtëse të Ukrainës, u bën një sulm masiv raketor edhe me drona edhe me sisteme të fluturake mbi ose më shumë saqe të infrastrukturës kritike, edhe mendojnë këtë situatë Serbia çdo herë apo bota sërbe mundohet të shfrytëzojë këtë momentum me qëllim që ta shpërfaqë apo ta vijë në një situatë konfliktoze apo të shtojë momentin e një çdo herë me ingerenca nga Rusia për interesat gjeostrategjike ruse që të hapë mundësinë apo të nisë një konflikt të ri në Ballkan. Mendoj që këtë do të marrë me shumë seriozitet, edhe kjo është një paraprirje, gjithsesi një mos parandaluese që mos vihet deri te ajo, edhe pse tash një formë pothuajse ekziston rrezikun nga elementi i ekstremizmit islamik, pasi që aty kemi edhe forca akome të fjetura, sidomos tani çka po ndodh në Siri, ndëgjuar për masakrën e fundit që ndodhi pra në forcat në Siri, ku vra mbi 1000 dhe ishte reagimi gjithëmbashëm në botë. Mendoj që këto tash një mësia rrezikut në Ballkan i atribuohet, pse në realitet nuk e shoh ashtu shumë të rrezikshme, shumë më rrezikshme botën sërbe se një mundësi e ringjalljes së ekstremizmit islamik, sidomos në Bosnjë, ku ekziston një potencial mjaft i rrezikshëm prej 5000 deri 10.000 pra xhihadistat e ashtu që mujnë mu dhënë veprim, edhe që normal Evropën e pengojnë në aspektin edhe jo vetëm them celule islamike që mund edhe që kanë filluar të shpërfaqen në disa vende të Evropës me disa akte terroriste, por unë rrezikun permanent të shoh nga se ato janë grupe që nuk kanë ndonjë efekt, janë të rrezikshme të potencialisht, por efekti apo ajo që mund të jetë ajo domino efekti është nga filloi realizimi botës sërbe, duke nisë mund nga Bosnja Hercegovina, që është pjesa më e ndijshme, nga se edhe bosnjakët, por edhe këta etniteti tjetër, kroat, nuk do të rritë dorëkryesht nëse eventualisht pra do diku ndërmerr një hap tjetër pra të pavarësimit, edhe normale me një hapi tjetër pa shkputjes së bashkangjitjes me Serbinë, që do të jetë një domino efekt edhe për vende tjera, duke përfshi Kosovën, Malin e Zi,
pra Maqedonin, pra këtë kjo, unë vizitën e Zotit Rute e shoh sikur një mision parandalues edhe bërë me dije se sovraniteti i Bosnjës e Hercegovinës, por edhe shteteve të tjera do të jetë i mbrojtur ashtu sikur kam paralajmëruar Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe vetë vend të Bashkimit Evropian. Mendoj se ky është një mesazh i mirë, edhe vizita në Kosovë do të vjen në kohën e duhur, sidomos në këto momente kur është para formimit edhe parlamentit e qeverisë tre me institucionet pra relevante.